Dëbora e fundmarsit, e cila preku zonat malore të Elbasanit, ka shkaktuar dëme në bujqësi, veçanërisht në Pemë të Ri, gati në të gjitha fshatrat e njësisë administrative Gjinar, si Pashtresh, Derstil, Pobrat dhe Valësh. Dëmet janë të konsiderueshme, sidomos për sa i përket kulturave të Kumbullës, Qershisë, Mollës, Thanës dhe Dardhës. Fermerët thonë se sytat janë dëmtuar të paktën në masën 50%, duke bërë që mundi dhe shpenzimet e tyre të shkojnë dëm. Ata shprehen se kjo situatë rrezikon seriozisht prodhimin e këtij sezoni, si dhe të ardhurat e familjeve që varen nga bujqësia. Në një kohë ku kapriçat e montit janë bërë gjithnjë më të shpeshta, fermerët e Gjinarit në Elbasan kërkojnë mbështetje nga shteti, qoftë përmes subvencioneve apo skemave të kompensimit të dëmeve. Pletaria, pemtaria, bujqësia me fjalë ndikon shumë. Duhet të ndihmojmë me fjalë se unë jam dhe një nga ata të them dhe një gjë, me fjalë unë flas, jo se flas me fjalë, po unë jam me pashpi, shteti s'ka ndihmon s'po gjë. Neve do thoshte jemi lartësi mbi 800 atash, mbi 800 metra mbi nivelin detit, tu na dëmtojnë rreshet që bin, na dëmton breshi, dëbora qera, ju shihni gjithë lulëzimash këto. Edhe ka ngri ato sythat. I ka ngri sythat, se sythi po ngriu nuk çelmon, dot. Nuk hap. Edhe kjo ne kemi dëme. Bora qëra në këtë lloj kohe tash, tek zona jon që jemi, prish deri në 30-35% ose 40%. Por vetëm arsye se era borë jo e ashpër, por era i borë normale, që nuk pati shumë ngrisa. Por, tek rendimenti i qershisë më shumë, i peshkës, i mollës, që gjëra që qelin sa më shpejt, ndikon në afërsisht 35-40%. Me qëra ndashin muajin mars, këtu kanë ndikoj shumë keq. Pemët që janë duke qeler, jo prishën sythet, edhe ngritat që ranë, me fjalë pati dëm, gjysmë prodhimi ka ikë për këtë vit. Kjo ka shpenzimet me plerat, me gjitha me spërkatjet, shpenzimet ne simulojmë dot, me vështirësi kemi. Tregu shitjes s'kemi ku shesim, dum pika grumbullimi. Stuhit me breshër dhe rreshtet e pazakonta të dëborës në pranverë kanë qenë të shpeshta edhe në bashkitë e tjera të qarkut të Elbasanit, duke rritur pasigurinë për sektorin bujqësor dhe duke vënë në vështirësi fermerët në të gjithë zonën.